Përshëndetje miq të Pink Report. Edhe këtë javë rubrika Rezidet rikthehet në një report me një të ftuar mjaft interesant dhe mjaft special. Në fakt jemi sot me këngëtaren Angela Peristeri, e cila jo pak herë është lakuar gjatë kësaj periudhe për klipet edhe për performancat e saj në netët live apo në mbrëmje të ndryshme në kryeqytet. Por le të na thotë Angela diçka më tepër rreth klipit më të fundit, i cili ka vetëm disa ditë që është publikuar në Arkiva Shqip. Përshëndetje Angela. Përshëndetje, një report, shumë faleminderit për ftesën. Dhe diçka për ta kam dhënë. Ka një titull shumë intrigues në fakt për këtë stilin e verës, se si vjen kështu. Titulli është intrigues, por nuk ka lidhje fare me këngën. Sepse kënga nëse dëgjon, në realitet është gjithçka që kam ta kam dhënë. Kjo ka qenë një ide e kompozitorit të këngës, Devoxit. Ai është dhe autori i tekstit i kësaj këngë. Klipi është realizuar nga Max Production me styling të Joni Peçi dhe make-up të Dhuratës. Në fakt vjen mjaft verore, mjaft e freskët, fiks për një klip në fakt që i përshtatet stinës së verës. Pse mendove të rikthesh sërish me një klip mbas suksesit që duhet të pati kënga Bye Bye, e cila kishte vetëm disa muaj në fakt që ishte publikuar? Mendoj se këngëtari duhet të aktiv në tregun muzikor dhe nuk mund të mjaftohet vetëm me një klip që mund të jetë bërë një sukses. Duhet të nxjerrim gjithmonë këngë të reja për publikun dhe shpresojmë që t'ju pëlqejnë, të jemi aktiv për të gjithë. E ke shijuar suksesin e Bye Bye? E kam shijuar shumë dhe po vazhdoj të shijoj faktikisht. Po kënga e fundit si duket? Ka të njëjtën, do ketë të njëjtën e curi mendon? Bye Bye është një këngë shumë e veçantë, sepse bë dhe bashkëpunim me një këngëtar nga Portugalia, që i dha një ritëm dhe një lezet të veçantë këngës. Tani këngat e kam thënë mua më pëlqen shumë, por nuk mund ta di se çfarë suksesi do ketë, ka vetëm pak ditë që ka dalë në treg, të shpresojmë që do ketë të njëjtin sukses. Shikoj në sytë e tu kuptoj sa më dëshiron, me pasionun po imagjinoj qa kuptimi do të ketë kjo nat pa pranin tënde, ty e di qa do të doja gjatë. Freshness, your beauty I guess make me feel so high, honey, I'm the blessed that I got you. Kërkohet në netët live pasi ti je mjaft aktive në fakt edhe gjatë mbrëmjeve në kryeqytet, dhe jo vetëm në fakt. Tani për sezonin e verës e kemi mbyllur netët live, por që është kërkuar jashtë dhe vazhdon të kërkohet tashmë për koncertet që po realizoj në Shqipëri dhe Kosovë. Do me thënë, do bësh një farë periudhë pushimi apo këto koncerte do t'jenë apo aq impenjative? Faktikisht vera tregon që koncertet do jenë shumë impenjative, po të shpresojmë që të paktën një javë të na dalë për të bërë pushime. Në momentin që e kthyer nga Greqia, e prisje që të kishe po kaq sukses saç ke patur le të themi në të kaluarën tënde, kur ke qenë një ndër isha mbret në botën time, ishte leitmotiv atëherë le të themi, por ke patur të njëjtin sukses, të njëjtin impakt, të njëjtin kthim. E prisje këtë në fakt apo kisha pak dyshime në fillim pas kthimit? Do them të drejtën, kur u ktheva ka qenë shumë e vështirë, sepse mbas 7 vjetësh që mungoja, ishte një treg komplet tjetër muzikor, me këngëtarë të rinj, me shumë këngëtarë, me shumë fluks, edhe dija që do ishte e vështirë rikthimi, por isha me fat, kënga Bye Bye eci, dhe tani jam duke zgjedhur kompozitorë sa më të mirë për të qëndruar në të njëjtin nivel. Së shpejti? Kam në plan një bashkëpunim tjetër, të cilin nuk mund ta zbuloj për momentin, sepse asnjëherë nuk i di si ç'a ndodh. Po të shpresojmë që do realizohet dhe do realizohet me sukses. Do jetë në sinë e vjeshës kam përshtypjen, ndoshta balad këtë herë, do të shohim në një stil më slow. Balad do bëj gjithsesi, sepse është stili dhe zhanri im i preferuar, por para baladës prap kam menduar diçka me ritëm. Nuk i ndajmë ritmin, domethënë do vazhdojmë. Për momentin jo, do vazhdojmë pak me ritëm, se dhe unë gjithmonë jam me balada, njerëzit janë mësuar që jam me balada. Sigurisht që do nxjerr një balad, po jo tani.
Fakt kam lexuar diku një titull ishtën që sado që mund të kenë thashë tema apo gjëra për ty si media të roza apo diçka e tillë, ty nuk të prekin te kjo pjesë, ke dëgjuar gjëra për vete këto kohë të cilat ndoshta nuk të kanë pëlqyer shumë? Ja më pak se dje ka dalë në faqen e fanpage-it një titull kam qenë për Shqipërinë dhe Serbinë, të cilën nuk e kam shkruar unë. Ta serojmë të so, bë mjaft mediatike si çështje. Po shumë mediatike faktikisht. Nuk e kam shkruar unë atë status. E ka shkruar dikush tjetër, gjithsesi nuk ishte nevoja që kushdo që ta kishte shkruar jo unë, por çdo lloj këngëtari, nuk ishte nevoja të komentoj kaq shumë edhe të bëhe sikur është bërë nami, domethënë, okej, u bë një gabim. Jemi optimist, një ditë mund të shkojmë në botror, gjithsesi. Fjalën e mirë e themi, nuk ka rëndësi. Por që më bëri përshtypje për komentet që bëmë të statusës ishin të pafundme. Në komentuar gjatë, domethënë. Po shumë gjatë, domethënë sikur ta kisha bërë me qëllim, nuk do kishte dalë kaq suksesshëm ai status. Po vetë ky është rasti më i fundit në fakt, po në të kaluarën apo nuk kanë qenë shumë? Në të kaluarën kam qenë edhe në moshë më të vogël, që është e vërteta, kam qenë 16 deri në 20 vjet që kam bërë karrierë. Okej, jam bërë komente, mbaj me këngën Ishe mbret, që bëheshin komente të tipit që është ndarë nga burri, kam bërë këtë këngën, është 30 vjeç. Gjithmonë bëj komente, njerëzit gjithmonë flasin. Rindësikat që i flasin është ideja, apo? Flasin, disa për mirë, disa për keq, rindësika që nuk rineshtje. Angela, sa ndikon pamja tek një performancë jotja, jo vetëm në klip, por edhe kur je live? Mendoj se kujdesesh ti për të, sa rëndësi kushton? Imazhi për një këngëtar është shumë i rëndësishëm. Unë personalisht në jetën e përditshme kur jam jashtë kamerave, nuk është se kam ndonjë kujdes të veçantë, dal gjithmonë pa grim. Jam shumë e thjeshtë, por në momentin që duhet të dal përpara kamerave në emision apo në videoklip, besoj se duhet të kushtohet një rëndësi maksimale. Linjat, mjaft mirë e temi, ke ardhur në formë. Format mesdhetare, se kam qenë shumë e dobët. Po, gjithsesi nuk mund të them që jam next top model, po e pranueshme për kamerën akoma. Me pak kujdes, dieto dhe pak palestër, besoj se arrihet çdo gjë. Ke qenë pjesë në fakt edhe në netet e klipit, ku je vlerësuar me një çmim. Ç'më na thua si eksperiencë? Netet e klipit ka qenë një spektakël që unë kam qenë pjesëmarrëse që në fëmijëri, domethënë që në fillimet e karrierës time. Fillimisht si modele, pastaj si këngëtare, pastaj si konkurrente me klip. Ky mbas rikthimit ishte era dytë që nominohesha për netet e klipit. Këtë radhë u bën në Ulqin dhe ishte një organizim vërtet fantastik që bëri Petri Bozo. Shpresoj që të më nominojnë edhe erës tjetër dhe të shkoj prapë, se jo, Ulqini është një qytet shumë i bukur dhe organizimet e Petrit janë shumë të bukura. Qa kuptimi do të ketë kjo natë, pa pranin tënde, ti e di qa do të doja gjatë. Freshness, your beauty I guess make me feel so high, honey, I'm the blessed that I got you, that I have you, what you got to. Lidhjet me Greqinë, vazhdon t'i mbash? Po, vazhdoj t'i mbaj, jo aq shtrënguar za që kam pasur më përpara. Pak më lirshëm tani duke qenë se jam duke u marrë edhe me karrierën në Shqipëri. Por vazhdoj t'i mbaj, po. Domethënë nuk e shes si mundësi të afërt një rikthim në Greqi, ndoshta ndonjë klip, ndonjë këngë në gjuhën greke apo diçka e tillë. Kam realizuar një këngë në gjuhën greke, është në YouTube, por okej, është një treg muzikor Greqia që është shumë i vështirë se Shqipëria. Ka shumë këngëtar, ka shumë kërkesa. Mos të kohët e fundit Greqia nuk është. Në këto momente nuk ka më shtëpi diskografike, janë shkrirë, këngëtarët janë
në luftë për ekzistencë. Do të thënë dhe mua më rastisi një periudhë që ishte shumë e vështirë për të çarë. Gjithsesi, si shqiptare, se jam ndeshur dhe me racizëm normalisht, kam ecur mjaft mirë, kam arritur aty ku doja dhe shpresoj që të vazhdoj kështu edhe në tregun grek. Diku kam lexuar që përveç këngës ti ke pasion edhe të shkruash. Fakt ke menduar veten edhe të jesh tekstshkruese e këngëve të tua, pse jo? Po, kënga Bye Bye është shkruar nga unë. Edhe kënga S'ka si ne që kam bërë me grupin, edhe ajo është nga unë dhe Aureli. Po mundohem tani të hyj çik edhe nëpër tekste e këngëve, po në përgjithësi kam shkruar më shumë proza dhe gjëra të tjera. Domethënë mund t'i përshtatja shumë më mirë tekstit një balade sesa tekstit një këngë ritmike. Gjithsesi po eksploroj. Mendon se do shojë ndonjëherë dritën e botimit në format libër, pse jo? Dikur e kam menduar këtë, që kisha dhe më shumë kohë të shkruaja, kurse tani jo, jam larguar kësaj teme, ndoshta në të ardhmen. Me çfarë merret tjetër Angela në kohën e saj të lirë, në atë pak kohë që ke të lirë në fakt? Dikur i bia dhe violinës në kohën e lirë, tani për shkak të thojnëve nuk mundem. Por asgjë, gjëra të thjeshta që bëjnë gjithë njerëzit, me shoqërinë, me familjen, asgjë më shumë. Shoqëri, familje, personi zemrës, pikë pyetje? Shoqëri, familje, kaq. Pse apo nuk është momenti i dur? Besoj se çdo njeri që ka një jetë shumë të ngarkuar profesionalisht nuk ka kohë për jetë private. Dhe unë tani që po merrem me rikthimin jam full. E besuam, okay. Projekte të tjera, diçka tjetër verën, pushime besoj se do bësh, sado që e ngarkuar t'jesh, do gjesh pak kohë. Shpresoj shumë se nuk kam presë një ditë plazh të vit, shpresoj që të vi momenti. Këtu në Shqipëri apo jashtë? Nuk e kam menduar fare, po besoj se këtu në Shqipëri duke qenë se alternojnë dhe me koncertet, këto pushimet, bëjmë plazh gjatë punës, gjatë koncerteve. Mendoj se jashtë do doja që të shkoja, një 3-4 ditorje më shumë. Je mjaft aktive në rrjetet sociale, në fakt e përmendëm pak më parë si një incident atë le temi, por me foto provokuese, si të vjen në momentin kur i shikon që shumë portale i bëjnë lajme këto foto, që ti ndoshta i publikon edhe thjesht për kënaqësinë e publikimit të një foto. Kam bërë 2 sete fotografike të realizuara tani nga Eugene Kurti, prandaj edhe kam edhe shumë foto që publikoj. Gjithsesi, më vjen mirë që i komentojnë në rrjetet sociale, por mua është një plus, le t'i komentojnë, kur së dojnë, t'i nxjerrin sa të duan. Shmjaft e hapur Angela për këtë pjesë, nuk ka komplekse. Unë do të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe minutat që na kushtove. Edhe unë falenderoj shumë. I përshëndes të gjithë ndjekësit e emisionit tuaj dhe juve jeni shumë të mirë, faleminderit. Faleminderit. Miq të Pink Report, edhe për këtë javë rubrikëson një herë di fundit, duke shpresuar të jeni argëtuar në shoqërinë tonë, unë ju them mirupafshim dhe ti takojmë sërish në seret e tjera të emisionit 30 dielli, e ku tjetër, vetëm këtu në televizionin tuaj. Na një report.